ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Të gjitha lavdit, falëndërimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun subhanahu wa taala. Atë falënderojmë për ti falë dhe udhëzime kërkojmë. Salavat dhe selamat për shëndetet më të mira mbi të dërguarin më të mirë, mbi Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe të pastër dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij më të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, të nderuar xhamat, fillimisht e lutim Zotin e Madh xhel xhelalu që ditët e kaluara të agjërimit Allahut t'i pranojë prej neve, e ditët që na kanë ngel që gradualisht ne po e përcjellim 1/3 e Ramazanit. Lutim Zotin e Madh që pjesa e mbetur të mbushet me vepra të mira. Do të vazhdojmë me izin Allahu subhanahu wa taala në ngjarjen dhe jetëshkrimin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam, pejgamber i Zotit, pejgamber i zgjedhur, mik i Allahut subhanahu wa taala. Përfunduam në debatin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam me babën e vet, me prindin e vet, ku edhe fillet edhe bisedat e para të Ibrahimit alayhi salatu wassalam si besimtar musliman, pejgamber i Zotit alayhi salatu wassalam, ishin me babën e vet. Megjithse baba i vet përfaqësonte një pjesë të madhe të popullit dhe komunitetit ku ai jetonte. Mirë po Ibrahimi alayhi salatu wassalam, pas përfundimit të debatit e pa se rezultati është 0, madje jo 0 edhe minus. Nga sa ai në vend se të përmirësohet, ai u bë edhe më arrogant, ku e kërcënoi Ibrahimin alayhi salatu wassalam që ti duhet t'i japësh fund këtyre muhabeteve dhe këtyre thirrjeve dhe t'i kthehesh fesë babës tan dhe baballarëve tu. Ibrahimi alayhi salatu wassalam nuk do mend se vazhdoi në thirrjen për të Zotit, në thirrjen për të Islamit dhe imani në Allahun subhanahu wa taala. Mirë po tani kaloj në një debat pak më të gjanë, që nëse do shton këtu ndoshta shpresohet që të beson dikush tjetër prej popullit të vet. Në surën Al-An'am, surja 6 në Kur'an, kushdo me përcjell me mushaf, prej ajetit 74 do të shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala se si Ibrahimi alayhi salatu wassalam e zhvillon një debat me popullin e vet. Megjithëse Allahu subhanahu wa taala e përmend këtu Ibrahimin alayhi salatu wassalam që prap ka filluar me babën e vet, mirë po me një ajet dhe përfundon dhe kalon në debatin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam me popullin e tij. Sot do ta shërojmë një dilemë që ndoshta duhet edhe të citojmë pak më shumë prej fjalëve të ulemave, për shkak se këto ajete janë edhe pak ndoshta jo të themi të ndërlikume, mirë po duhet pak një fokus pak më i shtuar që t'i kuptojmë ato. Për shkak se kemi të bëjmë me një debat i cili Ibrahimi alayhi salatu wassalam e ka zhvilluar me popullin e vet, duke zbritur në supozimin e tyre për t'i ngrejt në imanin e duhur të Allahu subhanahu wa taala. Pra ju flet me gjuhën e tyre e mund të kuptohet sikur Ibrahimi alayhi salatu wassalam vet ka ra në diçka e cila mund të jetë e keqe, sikur kur do të thot hadha rabbi, kjo është Zoti im. A do të shohim me lejnë Allahu te bareke ve teala se çka është për qëllim me këta, me izin Allahu subhanahu wa taala. Thot Zoti jon xhel xhelalu në surën Al-An'am, surja 6, ajeti 74, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara أَتَّتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. صدق الله العظيم. Të vërtetën e ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Çfarë kemi në këto ajete të nderuar xhamat? Thot Allahu subhanahu wa taala: kujtoje o Muhammed kur i kemi thënë, kur Ibrahimi alayhi salatu wassalam i ka thënë babës së vet. Dhe këtu është i vetmi ajet që ka përmend babën e Ibrahimit me emër, ndërkohë që në surën Maryam e ka përmend pa emër. Dhe është e vetmja sure ku nuk ka në ta asnjë ngjarje përveç Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Pra, surja Al-An'am është sure pa ngjarje, surja e argumenteve, surja e fakteve dhe provave. Andaj nëse lexon komplet surën Al-An'am, nuk gjen ti përmend ta asnjë pejgamber. Për dallim nga surja Maryam ka ngjarjen e Zekerias, Jahjas, Maryemit, Isait,
Ismailit, e kështu me radhë, Musait alayhi salatu wassalam, ndërkohë është edhe Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Surja Al-An'am, surja gjatë, surja 6 në Kur'an, asnjë ngjarje se ka, veç Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Për shkak provave të shumta që janë për Allahun në ngjarjen e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Andaj këtu e ka përmend babën e vet me emër. Dhe kemi përmendur se Kur'ani nuk jep emra përveç nëse ka një urtësi. Përveç që ka një urtësi, për shkak se baba i tij ishte simbol i idhujve, simbol i putave, simbol i adhurimit të asaj çka ata thonin prej adhurimit të idhujve, diellit edhe hanës. Andaj për shkak se një personitet kaq i madh, apo djali i tij bëhet pejgamber, Zoti e përmend me emër në Kur'an. Çfarë thot? Kur Ibrahimi i tha babës së vet Azerit, babës së vet Azerit. Në Kur'an është Azer, ndërkohë që i thartë e librit krishterë dhe jehudi e njohin babën e Ibrahimit alayhi salatu wassalam me emrin Tarikh ose Tarih. Kështu e ka përmendur Imam Ibn Kathiri. Pra, te krishterët dhe jehudit, baba i Ibrahimit e ka emrin Tarikh, a në Kur'an është Azer. Dhe kjo është prej dallimeve që ka bërë Kur'ani në të dhënat e ngjarjeve. Thot Allahu subhanahu wa taala, i tha Ibrahimi babës vet Azerit, e të të khidhu asnamen aliheten. O baba jam, këtu nuk është cituar, po nënkuptohet se i ka fol. Ka thonë, e të të khidhu asnamen alihe, apo i merë putat për Zot, apo i merë gurzit për Zot. Dhe vini rejtë ndëruar gjëmat, deri sa ta përfundon Ibrahimin ndeje në Irak, veç me çket problematika më moraj. Nga sa ai ka ardhur për ta pastruar tokën e Zotit nga shirku dhe ortakria që i bët Allahu subhanahu wa taala. Andaj ti e gjen në Kur'an shpesh se Allahu xhelai përmend asnam, të adhurum të tjerë përveç Allahu xhelalu. Deri të shkojë pastaj në Kabe, atëherë do të merr historia kahje tjetër, atëherë do të ndërtohet Kabe, do të bëhet adhurimi Allahu subhanahu wa taala. Megjithse edhe atje do të bën dua që Zoti ta ruan nga adhurimi i idhujve, për shkak se kjo ka qenë fitnë e madhe në kohën e Ibrahimit alayhis salatu wasalam, sikur që është fitnë në çdo kohë. Çka i tha? Atattakhidhu asnaman aliha. Ka thënë dietarët, këtu Ibrahim alayhis salatu wasalam duket në bazë të kontekstit kuranor sikur e ka ashpërsu pak retorikën, për dallim nga fillimi. Por çfarë arsye? Nga se këtu kemi të bëjmë me shumicë. Tani pra Ibrahim alayhis salatu wasalam, i cili ka njëri vet, djali i ri, pejgamber, e ka rrit pa retorikën. Apo ka thënë atattakhidhu asnaman aliha. Për një me kiti që idhujt dhe mi adhurua. E këtu dalon kjo nga ajo që ka përmejnë në surën Maryam. Inni arake. Këtu i ka thonë sejf, se i ka thonë të parën e ka thonë unë ty po të shof, wa qaumaka fi dalalim mubin. Ka thonë po të shof. Dhe këtu do më thonë është për emri vetor konkret. Ti po të shof, ka thonë, se ti bashkë me popullin tanë shumë dalalet jeni. Dalalet që pak me pas men e mirë një vesh që një gabim. Apo dalal mubin. Qka është dalal mubin? Do më thonë njëri i meqëm, me logik, me arsye që në është, me racio, së mundët me adhuru gurin. Nuk mundët njëri me rase ishte gurin. Apo, sepse guri nuk nin, guri nuk flet. Guri është qenje e kod. Me gjithse të ndërum gjëmat, ta sharëm një dilem, edhe pse të të navijin e neve ajetet të tjera. Populli Ibrahimit alayhis salatu wassalam e ka njoft Allahun, e ka nditë Zotin e madh, krijuesin e qiellave dhe tokës. Pse i kanë adhuru idhujt? Për të afruar te Zoti. Se ka thonë nuk mujna me mrinje të Allahu subhanahu wa taala pas nëpërmjet idhujve. Apo disa prej tyre kanë kaluar ndoshta edhe në ateizëm, mirë po një numër i madh i popullit të Ibrahimit e kanë ditë Allahun subhanahu wa taala. Andaj shpesh Ibrahimi alayhis salatu wasallam thot min dunillah, përveç Allahut. Ka thonë krejtun ja u pranoj, këtë ja u refuzoj përveç Allahut. Që i besoni Allahut, ata ja u pranoj. Për këtë arsye nuk ka në popullin e njerëzimit, nuk ka në historikun e njerëzimit që dikush të ketë arrit në atë situatë që me thonë s'ka Zot. Hasha wa kella. Ku e kam pas problemin? Në ortakri. E adhurojmë idhullin me mritë e Zoti, adhurojmë diellin me mritë e Zoti, e adhurojmë yllin për me mritë e Zoti, adhurojmë varrin për me mritë e Zoti. Ç'kjo ka problemi sa herë? A nuk ka mundësi me gjithë një popull që me thanë na nuk besojnë a i Zot? Po, është kjo ideja e re që e kanë shpik njerëzit, ateizmi,
Kjo është shpik dikun shekullit 16 të viteve ku jena në 2026. Mirë po edhe kjo nuk ka pas kabull. Dhe kjo është ma shumë është djallëzore se sa ide. Sepse njeriu vëzë s'ka mundësi me hu e Zotin e vetë të bareke ve teala. Pra me fjalë të tjera ateizmi që thot na kena arpi kur gjë hiqit. Po veç ashtu një ditë dolëm. Ja s'ka mundësi kështu. Njëri nuk logjika e shëndosh nuk mundet me e pranua. I tha Allahu subhanahu wa taala, i thot Ibrahim alayhi salatu wassalam babës vet, inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Tha unë ty po të shoh o baba jam edhe popullin tan me të vërtet e keni humbur rrugën. Dhe kjo të ndërum xhamati ka kushtuar. I ka kushtuar se i ka thënë popullit të vet, ju jeni të devijum. Pastaj ka përdorur një metodë për t'i ngrejt nga shirku në tauhid, në iman. Do ta shohim se si e ka bë Ibrahimi alayhi salatu wassalam këtë transfer nga kjo tek tauhidi. Ajo që ka nxjerrë dietarët të ndëruar xhamat në këtë meselë, e cila është se Ibrahimi alayhi salatu wassalam ka zhvilluar një debat me popullin e vet për 3 zotat krijesor që i kanë adhuruar. E ato janë krijesat e Zotit. Keukeben, Kamaran, Shemsen, Yll, Han, Diell. Ka fillu nga ma i vogli, pak ma i madhi, dhe nga i fundit Dielli. Dielli është, do më thonë, ylli apo planeti ma i madh që duket në qiell. Për këtë arsye Ibrahim a.s. e ka përdor këtë metodë që të kaloje në çfarë? Që të kaloje nga ma i vogli, e ato të thojnë, prit, një me që të subinde, prit të tabina një matë madhë. E mësani ka thonë, hajtë ta shumë matë madhin, ka shku të hana. Pasaj ka thonë, hajtë ka thonë se ti subinde, të shkojmë të Dielli. Kër ju ka ra ma i madhi, qëfar ju ka thonë? Ka thonë, atar, masira dhe ky, nuk mbetët zotë pos Allahu subhanahu wa ta'ala. Pas e ta shojmë me lejnë Allahu të bareke wa ta'ala, se si Ibrahimi a.s. e ka bind popullin e vetë me argumente se nuk ka mundësi mu adhruhe këto prej zotëve që i keni ju. Thot Ebu Hayyan e Tauhidi rahimahullahu ta'ala, thot ngjarja që ka ardhur në surën Al-An'am është e përshtatshme për arabët. Pse? Sepse arabët i thonin pejgamberit alayhi salatu wassalam, ti ku e more këtë thirrje se s'ban me adhuru idhujt? Ku e more? Apo? Pra erdhe me diçka shumë tre, erdhe me diçka jashtëzakonshme. Na me vite të tëra adhurojna idhullin. Dhe kjo është edhe feja Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Atëherë Allahu ka zbrit sure. Jo. Edhe Ibrahimi ka qenë kundër idhujve. Andaj, ma në men që ju thash, te arabët ka qenë shumë e fuqishme baba. Qa ka thonë baba? Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala qëri ka thonë, nëse ngoni baba, ngoni Ibrahimin. Ibrahimi a.s. ka pas problem me idhujt e popullit vet, sikur që ka problem Muhammed Mustafa a.s. me idhujt e popullit të vet. Andaj, tu dy pejgambert janë bashku kundër një lufte, dhe ajo është lufta kundër idhujve. Për këtë arsye thot Ebu Hayyan e Tauhidi, thot, sikur që Muhamedi a.s. u amohonte idhujt arabëve, i zbritnin ajetët përshtatshme nga Ibrahimi a.s. që i amohonte idhujt popullit të vet, që t'ju thoje Muhamedi a.s. popullit vet, a e kini bab Ibrahimin? Po. Una jam ma i vogël? Po. Pra unë jam e fejnë e babës tem. E ju që e do një babën, hajdite Ibrahim a.s. Gjithashtu thot Imam Ibn Gjerir e Tabari, e zbriti Allahu këtë sure, dhe në ta është e vetëmja ngjarja Ibrahimit a.s. për t'i dhanë për krahje Muhammedit sallallahu alaihi wasallam nga baba i vetë ma i madhi i pranuar mesin e arabëve, se shikon e baba juve si e ka mbrojt të uhidin. Andaj shmangjuni o arab adhurimit të idhujve. Dhe alhamdulillah Zoti i Madh te bareke ve teala me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam e ka nxjerr popullin ummetin e vet nga errësira e idhujve në dritën e tauhidit dhe besimit në Zotin një. Dhe na alhamdulillah jemi musliman me këto sakrifica të cilat i kanë bërë këto pejgamber të Zotit alayhimus salatu wassalam. Gjithashtu kam përmend dietarët në këtë ajet se Ibrahimi alayhis salatu wassalam, pasi që ka pasë baba i vet po këmbgul dhe po insiston në adhurimin e idhujve, ka përdorur një retorik pak më të ashpër. Ata ka thënë etettakhidhu për një matjeki etettakhidhu, a bashi të këmbgul në kam çdo idhujta, a bash nguri tu i këmbgul që me lanë Allahun e me adhuru idhujin. Pra e ka rrit pak retorikën, sepse lejohet mas si ti përdorsh kreta butësia, pra i thonë ti pak njerit, a i me men,
A për një meki që donë me nejtë këtë gjunajnë, këtë mëkat, pra ka përdor një retorik pak më të ashpër se sa në fillimin e vetë. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala ajetin e arshëm: wa kadhalika nuri Ibrahima malakut as-samawati wal ardi wa liyakuna min al-muqinin. Kjo ajet të ndërum xhamat, më në men do të na e lehtëson me hek dilemën që do të vjen në ajetin e radhës. Çka thotë Allahu subhanahu wa ta'ala? Ne kështu Ibrahimit I a bëm të mundshme që ta sheh pushtetin e brendshëm dhe të jashtëm të qiejve dhe të tokës, që t'jetë prej njerëzve të bindur. Pra Allah prej zvoglim Ibrahimin a.s. e ka udhëzu dhe e ka bo pejgamber Zotit subhanahu wa ta'ala. Çish e ka bo pejgamber? Dëgjoni çka thot Allahu xhelel xhelalu. Wa kadhalika nuri Ibrahim. Ne ja qelëm Ibrahimit qelsat e qiellës dhe tokës. Si është bërë kjo të ndërum xhamat? Do të shohim çfarë thonë dietarët e muslimanëve. E para, ja ka treguar sekretet e ekzistencës qiellit, cilat janë kodët e qiellës dhe tokës. Dhe sot shkenca të ndëruar xhamat, megjithëse na nuk jena te tema e ateizmit, mirë po këtu është e përshtatshme për ta përmend çka I ka kallëzuar Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Shkenca sot e ka pohu se qiella dhe toka kanë rregulla me të cilat punojnë. Kodko. Apo, për shembull, kur kanë folë dietarët e muslimanëve, dhe sot shkenca normal se ka zbuluar kodësinë e teorisë së Darwinit. Darwini, teoria e cila thotë se njeri ka ardhur si rezultat I zhvillimit të majmunit. Pra, çka thotë? Janë kondo majmuna në xhungull të jetuar. Edhe njëri majmun e ka mit tjetrin, njëri majmun e ka mut tjetrin, dhe tu ec koha, tu u zhvillu ato, sa herë që kanë bërë marrëdhënie ka dalë ai tjetri, tu ngrej ka njeri, edhe kena dalë na, hasha wa kella. Edhe pse kjo duket shumë çesharaka, ata e besojnë kështu. Ata e besojnë kështu dhe cili për neve në biologji nuk e ka mësuar këtë teori. Shkenca sot e zbulon të kundërt, shumë e vështirë kjo. A dini pse? Tu athjeshzoj të ndërum xhamat. Njëri prej dietarëve ka pruni shembull. A keni pasi cili për neve, po tashmo kanë ra këto, po ka hala njerëz I përdorin biciklat, apo edhe ajo Chelsea, drini. A dini çka është me tre numra? I non tre numra, ajo I ka gjitha numrat, pastaj të emnon numrin tanë dhe çel drinin, apo? Shkenca e ka pru këtë model. Çfarë ka thënë? Nëse e marr në majmunin, edhe e marr në insanin. E kanë marrë për shembull balenën. Edhe balena, për shembull ka kod. Ai kodi, shikë. Nëse e marr çelsin me tre numra, e provon 1 zdel, 2 zdel, 9 zdel. Në rregull, atëherë provojmë 1 2, 1 3, 1 4. I bëjmë krejt operacionet. Kur o me tre numra a let, se ja baj kombinimet krejt, apo I baj këtë kombinimet, edhe në fund qelet dikur. Se ti për shembull ja e kilon 1 3 3, janë 1 2 3, janë 1 5 3. Unë I provoj këtë modelet, apo veç duhet vakt aty, apo për shembull ai duhet I ka vakta 1 2 3, 1 2 4, 1 2 5, 2 2 2, 3 3 3. Këtë I provon. Edhe në fund qelet. Nëse e bëjmë me 4 numra, ranohet. Se duhet të më qellut katërtit, të pestit. A ditë të ndërum xhamat që ka zbulu shkenca? Qenjët, gjallësat, shifrat me të cilat funksionojnë janë miliarda që I bie çfarë? Duhet më aqëllue kodit genetik për me e bo pëzojnë kështu, me e bo balenën njeri, apo njerin balen. Qa duhet më aqëllue? Duhet më aqëllu kodit genetik I cili miliarda shifror. Duhet do më aqëllue për shemull 10 shifra, apo do më thonë kështu të ndërum xhamat. Duhet me një deri 1 miliard. Mësani hajde për zdyti 1 agje pak para se 1 miliard që e bojnë atë 2. Apo I ki numrat, I ba 1, kur të mërishte I funit 2. Për zdyti, mas 5 vetëve, ku ta bësh? Që do më thonë është absurd dhe teoria me u shëndru pin një shtaze në shtaz tjetër, pin krijes tjetër. Kjo është veç kudrati Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj çfarë kanë zbulu? Kanë thonë kështu: qiella dhe toka ka kod, me të cilin kod, rregull, sistem, ai zhvillohet me ta. Dhe çka ka zbulu? Kanë thonë, është e pamundshme ai që I menaxhon këto me punu ai te vetja vet me këto kode. A e ki qartë? Të ndërum xhamat, që I bie çfarë? Se ata shkenca nuk beson Zot. Shkenca janë normal, shkenca nuk ka qafirk,
po qafira janë shkencëtar, shumë për tëre. Çfarë kanë thënë? Ka thënë sistemi universit ka rregull. Ka rregull. Ai që e menaxhon nuk ka pikë të rregullit. Ai sfugnon me këto rregulla. E çetoja ka kallzu Allahu Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Pse li yakuna min al-muqinin, që të ketë bindje se Allahu xhel xhelalu është një. Mos me paskon që kjo bindje. Çish i thoj ke Xhibrailit alayhi salam kur e kanë gjujt në zarr, ka ardhur Xhibraili alayhi salam me leku më i madh i Zotit. Edhe i ka thonë: "O Ibrahim, a do të më të ndihmon diçka?" Ka thonë: "Ti, jo, e kam Allahin." Çish? Se ka pas bindje se ai i cili thot zarmit gjek, i njëjti Zot veç ja hek këtë kot e ban flat. Ama kjo do bindje të fortë. A dhe thot Allahu xha wa kulna ya naru kuni barda. O zjarr, bëhu i ftoft, jo veç i ftoft, wa salaman, se çfarë i ftoft bëhet ngrinjet, ka thonë mos e ngrin. Let net neje. Ka edhe ka ardhur transmetime se Ibrahim alayhis salam ka thënë pjesën më të mirë të jetës e kam jetuar kur kanë gjujt zarm. Flati i madh u kon. Po kjo nuk ndodh. Ja nuk mundna më bëj. Nuk mundna më bëj pse? Se nuk e kemi këtë bindje. Andaj shiko, wa kadhalika nuri Ibrahima, Allahu ja ka kallëzuar Ibrahimit çelësat çish funksionon në universi. Andaj Ibrahimi alayhis salam të ndërron xhamat është pejgamberi i dytë që ka pas sekrete në univers. I pari cili Muhammed Mustafa alayhis salam, të cilin pejgamber Allahu e ka ngrit në Isra dhe Mi'raj dhe i ka pa krejt sekretet e Zotit, ka fol me pejgamber, ka pa Xhibrailin, ka pa çish funksionon qilla, çish çelën dyr, çish janë melaçet. Andaj Muhammed alayhis salam kur akthi me bindje të madhe. Allah na shtof bindjet tona në zemrat tona ya rabbal alamin. Për këtë arsye të nderuar xhamatat Allahu subhanahu wa taala, wa kadhalika nuri Ibrahima malakuta as-samawati wal ard. Çka është melekut të nderuar xhamat? Melekut mulk është pushteti i jashtëm. Melekut është shtesë, pushteti i brendshëm. Pra çish e udhëheq Allahu që këtë pushtet të jashtëm. Me fjalë të tjera, e kemi qiellin, e kemi tokën, e kemi diellin, e kemi hanën, i kemi yjet. Këto janë pushteti i jashtëm i Zotit. Por ditë dilli del, çka ka dal? Në akşam bie. Apo, dhe pastaj nesër prap. Kjo është pushteti i jashtëm. Çish funksionon? Çish i jep urdhër Zoti? Çish krejt komplet e menaxhon? Ja ka kallëzu pak Allahu subhanahu wa taala Ibrahimit alayhis salam. Kur e ka pa, ajo bind. Andaj Ibrahimi alayhis salam është prej pejgamberëve të Zotit që i ka pa faktet e Allahut subhanahu wa taala. Por këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhis salam: "Wa nahnu ahaqqu bish-shakki min Ibrahim." Nëse shkon menja se Ibrahimi ka dyshuar te ajeti i radhës, ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, na jena më meritor me kon që dyshojna. Po nëse na nuk dyshojna, ka dyshuar Ibrahimi alayhis salam me fjalë të tjera, ti a dyshon te Allahi? Jo. Ti si musliman nuk dyshon te Allahu. Po para me no Ibrahim alayhis salam. Pse po e bëjmë këtë vëzër? Për shkak ajeti tjetër që do të vjen me izin Allahu te bareke ve teala. Andaj çka është melekut të nderuar xhamat? Melekut është kuptimi i parë, është pushteti i prekshëm, pushteti i jashtëm, toka, qilla, dielli, këto janë prekshme. Edhe tjetra cila është argumenti i funksionimit dhe rregullimit të pushtetit të mbrëmshëm. Pra, për shembull të ndërum xhamat, e ki çdo sa në kot mbrëmshëm dhe të jashtëm. Njëri ka fizikun edhe e ka shpirtin. E ki trupin edhe ki shpirtin. Njëri jo me shpirt, njëri jo me trup. Qatë moment që ka dahët trupi pi shpirtit, cili jetë njëri, cili nuk jetë. Por shemu, i vdes njëri jutë njëri, familjari. Mini herë e merë emrin gjenaze. E cili jo njëri tash, njëri jo tash shpirti. Andaj e merë trupin e gjunë varë. Ama ja e do babën e vetë, alo e do nën e vetë, e do halën e vetë. Pse? Sa e do shpirtin. Andaj ka thonë Ibn Hazmi, njeriu njeri me shpirt. Andaj të ashe njerin, se kur t'i vdese dikush me agjele vrapon me e vorros, a zemra i plas pi dashnijës. Çisho kjo? Se njeri nuk ka njeri me trup. Se me kon me trup e le babën e vetë gjenazë aty e thot në të nejë që tu. Jo, be tutët, bile me bo me jarin gjallë, thot, e ke piktu se, ama e do edhe tutët, se nuk ja do trupin. Trupi veni ku Zotë e ka nu shpirtin. E në qatë shpirt, Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka kërku birit të Ademit mi adhonë Allahu gjele gjelalu. Andaj, pushteti i dyt i Zotit gjele gjelalu në mulk, cili është melekut. Qka është ajo? Regullimi brendshëm. Dili merë urdhra. Si e merë këtë urdhër, ja ka kallëzu Allahu Ibrahimit a.s. Andaj, ju ka thonë njerëzve, ju përshif në vështë jashtëmën. Unë e shumë melekutin. Andaj ka hinë zarmë, ato kanë menu që atu gjegaj. Ama
kanë me funksionimin e brendshëm të vërteta. Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala i ka kallëzuar Ibrahimit alayhi salatu wassalam çfarë? Se si funksionon universi. Dhe mi kuptu këtë të ndërum xhamat, çfarë ban? Njeriu i shtot imani. Allah na shtot imanin ton ya rabbal alamin. Dhe çka thot Allahu subhanahu wa taala? Thot wal yakun malakut as-samawati wal ard. Pushtetin e jashtëm dhe të brendshëm, të jashtëmin është edhe shkenca. Atë brendshmin, për shembull, shkenca vetë thot kallzon thot qeliza o kështu, atomi o kështu, bërthama o kështu, neutrone, protone, detal hin, vetëm shkon duke i studiu finesat. Edhe në fund ti ja ban një pyetje. Pse ke qëto? Thot se di. Nuk e di për këtë. Unë e veç mu me të kallzu se që çështu funksionon. Andë thot Ibn Qayyim el-Jauziye, edhe pse ish dash doktorët edhe shkencëtarët me kanë besimtarët më të fortë në dunja, fatkeqësisht nuk e kanë luajtur rolin e vet. Me përjashtim kanë mëshiruar Zoti i Madh. Ato shohin për argumenteve shumë më shumë se na. Ai sheh për argumente shumë më shumë se na. Dhe ti sheh plot për tyre, për shembull, nuk janë në atë nivelin e duhur të besimit. Andaj Allahu subhanahu wa taala çka i tha Ibrahimit alayhis salatu wassalam, po ti kallzojna në qiellin tok çish funksionon. Pi mrena çish funksionon. I boti për shembull ta nxjerr zemrën doktori e pastron e shtimrena. Edhe për shembull, ti e gjen për shembull në Kinë, në Japoni, ta ban me kompjuter operaci trupin, edhe në fund në akşam i bë sejdë viçit. Ti çuditish. Andaj thuaj alhamdulillah se nuk i bën musliman pse je më i mëshëm. Po pse je më i bindur. E ka dallim me kon më i mëshëm edhe më i bindur. O shumë mirë më kon edhe i bindur dhe i mëshëm. Ama dush mu bind se nuk të ka ardh imani pse je më i mëshëm. Se ti shtekon që ashtu kines ti shtekon ma besimtar të piketve. Ama atë janë ma qafira piketve. Japan të shikon ma musliman të piketve. Andaj ti ishe plot për musliman fatkeqësisht. Kur shkojnë Kinë, ata veç islami po ju mungoj, se këtë në vijë ishte. Ju ndohë plot dhe për njerëzve. Pse? Se habitën nga teknologjia. Detale o dhe zërë. Këta kush e ka marruhe? Muslimant? Jo, fatkeqësisht. Ishdash me marru musliman. Ama nuk e kanë marruhe. E qka kanë bo? E ka marru dikush tjetër. Ndoshta ai nuk ka musliman hiç. Por këtë arsye dhe zër Ibrahimi alayhi salatu wassalam thot Allahu ja kemi të tregu pushtetin e qiejve dhe të tokës. Pushtetin e qiejve dhe të tokës. Andaj kur e ka taku Ibrahimin alayhi salatu wassalam, Muhamedi alayhi salatu wassalam në qiell, edhe çfarë ka thonë? Ka thonë: "O Muhammed, o pejgamberi i Zotit, bani selam umetit tan." Dhe ne të bojnë shumë të spe, ne thonë shumë subhanallah, subhanallah wa bihamdihi, se me që të fjallë toka e gjenetit mellët. Shko Zoti Gjelleja ka kaldu tokë me vetë një bujë kësot, a e di qish e ban tokën, shko më shatë, qish bëhat të kalzore, ngoje vetë të kalzore, qish bëhat, qish i bajan edhe baktit edhe kullota. Ama a di qish mellët gjeneti? Ja ka kallzu Allahu subhanahu wa taala Ibrahimit alayhis salam. I ka thënë Muhamedit alayhis salam: "Bani selam umetit tan, le të bëjnë shumë tasbih." Ti këtu thu subhanallah, pra në kodin e gjenetit i bëmë mjell diçka atje. Çka tha pejgamberi alayhis salatu wassalam? Kush i fal 12 sunet gjatë ditës, jashtë farzit, ja rregullon, ja ndreq Allahu një pallat në xhenet. Kanë thënë dietarët kush i fal vazhdimisht, kthe e ka një shtëpi kështu, rezervë. Jashtë farzit. Farzi jo me mujt me bo sebeb me hin ta. Jashtë farzit dhe e ki këtu si shatar ata, si villë e ki ata, 12 sunet ditës. Dhe priton Allah sot njani për neve mi fal 12 sunet ditës. 12 sunet. Ato nuk ti mori të dërum gjëmat asë nështë 15 minuta, 20 minuta nga tërsia e sunetve. Dhe fatkeqësisht sa prej neve për të dojna dashnin ndaj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, edhe thot une sunnia i madh veç farzin e fali. Ba dhe kam qatë farz. Të spit, edhe të spit. Pite safi parja një subhanallah, veç kujta njës të dera, veç së janijet. O dhe nuk bëhat të spi, subhanallah, së. Subhanallah. E njani thot e ditën, subhanallah. E 33-ën, subhanallah. Jo, shanë kjo, së. Apo, nuk ka sun, kur thush Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kështu ka bëhat të këbir për nga Muhamedi alayhi salatu wassalam. Thot Aisha radhiyallahu anha, kur fliste Muhamedi alayhi salatu wassalam, fliste qartë. Harfët i nxjerrë të qartë, e mirë të vesh, si cili që ka po flet. Andaj kur ta bëjmë një ibadet të ndërum xhamat, ta bëjmë mirë dhe ta kuptojna se kodët e xhenetit nuk janë kodët e kësaj bote. Nuk mundesh ti me muskulla me ndrej xhenetin. Ja, me muskulla nuk mundesh. Kjo mundsi që ndrej tulla këtë zona po. Me kanë çashtu të ndërum xhamat, ti ta më shpejt se naje.
Po ai ka ndrejt Jugosllavi, ka ndrejt. Ama në xhenetin nuk ka me atë kod. A do të më mësu kodin? Cili o kodi i imanit? Ka thonë Ibrahim alayhis salam, to ka xhenetit çish funksionon? Ja çet subhanallahu tasbihin ai mellet. Allah na mëson të bëjmë shumë tasbih ya rabbal alamin. Pastaj ka thonë wali yakuna min al muqinin. Ne ja kallzum këta Ibrahimit për çfarë? Që të jetë prej atyre që kanë bindje. Jo veç iman, por te imanit bindje. Se ti ki mundesh me mundësi me pas iman, ama lëviz kanë jarë, apo kush ka hip në aeroplan e di. Ti e di se për shembull aeroplani është transporti më i sigurt në dunjë. Ama kur i mrejnë në ta, edhe dridhet pak, ajo bindja që janë transporti më i mirë në dunjë pak lëgundet, apo? Deri sa zripsh në tokë, i e as në hava, as në qiell, as tokë, as qiell, deri sa zbrish, apo? Pse? Sepse njeri të ndërruan xhamati ka dyshimet e veta. Mera e ban skenarin këtë. Hip në ta, ai këtë e më non me ku të bin deti. Allahu xhelal çfarë thot? Wali yakuna min al muqinin. Ja hekëm këtë shibët komplet, zemra e pastër me bindje. Çfarë lloje të bindjeve kemi të ndërruan xhamat? Çfarë lloje të bindje kemi? Kemi 3 lloje të bindjeve. Bindja e parë të ndërruan xhamat është kur ti beson lajmit që ta kallzon dikush. Kjo është bindja e parë. I thonë bindja në khaber, apo bindja në lajm. Çish është bindja në lajm? Për shembull, na pineve kush sa kanë për shembull se ka pa një kontinent. Për shembull, se na kanë Rusina, se na kanë Kinë, se na kanë në Kore, as të Jugut, as të Veriut, as në Amerikë, dikush sa kanë. Varësisht, dikush e ka ecë botën, se sa kanë, dikush sa kanë Turqi. Ama më i thonë për shembull, a beson që ekziston Turqia? Thonë se më kur. Thot po, i besoj se ka kanë Xhalien, se ka kanë baba. A beson që ekziston Kina? Se ti s'ke pa Kinën. Unë besoj që ekziston Kina në një pjesë të globit tokës se i kam besu filani që thot ka Kinë. Ko Kina? Të ki pa vesh telefon. A ke shku ati? Jo. Qysh beson? I beson lajmit. I beson lajmit. Që kjo është loj pari bindjes, kur i besojnë a lajmit. Loj i dyti bindjes, cili është bindja me argument. është bindja me argument. Kur ti ki prova për ata. Ki provë, që më thot dikush, a ki argument se ekziston Kina, Korea? Thot po, pritesh pak. Që të kallëzoj, me foto, me kamerë, me inqizime. Kur jam kon, kam ip në aeroplan, kom zbrit, që shtu janë i shteti, fillim, kufi, e kështë mëra. Thot tamam, u binda se pas ke puni me fakte. I pari ka besu veç me lajmë. Kesh në Kinë, u kri, besova. Qëtë e thot kada, s'po bindesh apo? Prit të kallëzoj. Ta nëzirë me kamerë, me film, komplet, ti thu që ku a Kina, Allah. A do me fol me dikan pja dje? Po. Këto janë prova se ekziston Kina. Apo? Por që më njënë e thot, ku i di una kam zemër mrena, a veç mua beto? Shkon dhe doktori, thot, pësa, as beson? Apo? Ose pe mona kështu. Njënë e thot, ku i di unë jam i babës tem? Se ka do vezveselia. Gjdo sa ne kanë me vezvese. A jam musliman, as jam musliman. Qohët sabah, aksham, i ka këto vezveset. Por që a jam i babës tem, as jam. A mos tam kujshit nga mashtru ka thonë qëta e ki bab, edhe këto mos pa kam prish mua apetin, haqë pelana qështu. E qysh me bind këta? Gjak. Bere gjakin. Një thot, qysh mu bindu ne? Shkojmë të doktori. Edhe a i thot, ti je i filanit. Një me gjak. Apo, nëse zbindesh. Kjo është loj i dyt i bindjes me fakte. Dhe loj i tret i bindjes, cili jo, njani thot, une nuk binda. As që ki shku ti, as me kamer, as kur gja. Derë të më hip në aeroplan të më qonin kin. Qështu janë do? Apo, e Allahu subhanahu wa ta'ala Ibrahimin a.s. Jo pse ka dyshu, pa ka dash me ka një fort në bindje në besimin e vetë, ka thonë hajde të qojna. As këshyre, ja ka qelë qilën dhe tokën. Këshyre që funksionon. Dhe ka po qysh Allahu gjithë shka menagjon me dritimin e vetë. Apo, e kur të shkoja i vetë me pa, edhe të kthejet pikine, edhe shep për shemull njani, për shemull një veseli që shukon ki, thot, s'ka be se eksiston kine, thot, ja po, dalbe ja. Aja, a e këni pon doktor për shemull, kur eksiston një virus, a i sëria e kujtoni 2020 kur ishte Covid-i, 2021. Shumë filozofa, s'ka be s'muja o gjë këtove qashtu, apo. A i doktori thot, po vdish be filani. Që e s'muja, që kamerë për të kalzoj. Ketë muabet rema kjo. Janë qështu të ko, disa nuk i eket vezvese me kur gjo. A i di kur e eket vezvese disa. Ka thonë për nga mbele a.s. Nuk janë ngo pangopsien birit të Ademit për pasuri pos dhejvi. I ka bo 100 denar, do mi bo 1.000, do mi bo 20.000, do mi bo 20 milion. Kur ki munale vëllo, veç edhe pak. Kur edhe pak, kur t'hinjen vërë, thot, qëtash jam, apo. Andaj të esha se ka ngi palati, mos anë nginjet me 1 metrë vërë.
Se ka thonë alayhi salatu wasalam, se ngop birin e Ademit. Kur ki më ngop me pare? Kur ki me thonë, apo, andaj t'ja shë për shemë njerin, e ka bleni kërë. Po ama, i kujshia, kish moni qëtër. Ma prishi kejtë. Por këtë arsye të ndërruar xhamat duhet njëri më kanë i bindshëm dhe mos me hin labirintin e vezveseve më paranoja. Jo çështu, jo ashtu. Andaj Ibrahim alayhis salatu wassalam ka pas lajmin, një, i ka kallzu Allah. 2 fakte, 3 ja ka çel. Ja ka çel perdët e qiellës dhe tokës, ka thonë, këshire çish funksionon. Këshire çish jap urdhra dillit, hanës, qiellës, tokës me lekve. Dhe kur e ka pa këtë ata, thot Allahu subhanahu wa taala wali yakuna min al muqinin, që ne ta bëjmë Ibrahimin alayhi salatu wassalam për atyre të cilët kanë bindje në Allahun subhanahu wa taala. Për këtë arsye të ndërum xhamat, për shkak se Ibrahimi alayhi salatu wassalam do të kalon në përsprova të ndryshme, do të çish mundet me paramendu një njeri, mos më ja pasqel Allahu subhanahu wa taala këto bindje. Se vdekja është veç në dorë të Allahit, as kush pikresave së në mundet me intervenu me vdek ti, po mu bo pale qëfar të lovije, posë se jep urdhër Zoti. Mos me pas bo Allahu Ibrahimin qështu, që shkish morë gudzim aj midis Irakit, midis Babilonit, në urdhë të Irakut, në idhujt e mdojt të ruajtur me sultan, të ruajtur me ushtri, që shkish morë aj gudzimin me shkumi prish këtë putat. Mës me pas ajtë qelt. O, shko Ibrahim, shko se kur gjonë së në bajnë. A ju kujtohet Musa a.s. Kër i tha Allahu subhanahu wa ta'ala, masi që kishtë ndodha i rasi me vdekjen Pahiri, që kishtë e vra njënin për i dyre, që i tha Allahu subhanahu wa ta'ala? I tha Musa, o Zot, po tutna me shku ti faraoni se më vret. Që i tha Allahu subhanahu wa ta'ala? Idheba, shkoni, inni ma'akuma asma'u wa ara. Tha Allahu subhanahu wa ta'ala, o Musa, o Harun, shkoni se unë jam me juve. Ndërë mua bit, unë jam me juve, dëgjoj dhe shko se kur gjonë s'ka me të bo. Ama i vret e pret, po ti jo. Se qishtë kam rujt i vogël, truje i dhe i madhë. Ibrahim a.s. mos mi pas pa kitë këto sekrete, kur ka shkue me thi putat. Dhe e ka ditë se cële janë rezultate. Baba vet i tha të vras, para më nëshka i thot në mrudi. Kur i tha baba vetu në të vras, apo, çka i thot ministri i punëve të brendshme? Çka i thot Nemrudi, sultani i cili sa nuk hallaf 400 vjet pushtet ka pas. 400 vjet njerëz i kanë marrë ruku, del një djalë i ri i thot, ti si je Zot. Mirë po Allahu çka i bani, tha, një herë na ja mushëm zemrën e Ibrahimit, plot iman, plot bindje, shkoi Ibrahim tash. Andaj ti e Ibrahim alayhis salam me komplet popullin flet shumë qetë. A dhe thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala, wali yakuna min al muqinin, dhe ne e bëm Ibrahimin alayhis salam prej atyre të cilët kanë bindje. Tash vëzë përcjellëm me vëmendje, tani është pjesa kryesore e debatit të Ibrahimit alayhis salam në këtë varg të ajeteve. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, falamma janna alayhi al-laylu ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. Sadaq Allahu al-Adhimu. Të vërtetën e ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Çfarë thot Allahu në këto ajete? Normal se këto ajete tash do të na marrin një periudhë që ta shpjegojmë detaj se çfarë ka bë Ibrahim alayhis salatu wassalam. Thot Zoti jon xhel xhelalu, falamma janna alayhi al-layl, kur nata e mbuloi komplet vendin. Gjenne, çka është? E gjine është ajo që shifët. Andaj kur vjen nata nuk shifët më as vendi as kur gjë. Por këtë arsye, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, falamma janna alayhi al-layl, kur hini nata, e ka prit Ibrahim alayhis salatu wassalam periudhën e ceremonisë kur i kanë adhuruar idhujt, apo edhe yllin e ka prit të rohet mirë. Edhe ata janë kontunet, apo edhe i kanë bërë ceremonitë e veta. Dhe ka shku Ibrahim alayhis salatu wassalam, do ta shohim që të polemizon tash kadal për çdo idhull më ran. Edhe ka nis pite ylli. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala, falamma janna alayhi al-layl, kur ardh nata dhe u bë burg tar,
unzi, ha? Ra'a kawkaban. E pa çfarë? E pa një yll. Dhe kanë polemzuar dietar cili për yllave e ka pa. Nuk është më rëndësi, Allahu subhanahu wa taala ka lënë të pazhur kawkaban. A Marsin, a Afroditën, a Jupiterin, apo nuk është më rëndësi. Qala hadha rabbi. Dhe kjo është pjesa të zënë thamë do ta shalona me lenin Allahu te bareke ve teala. Tha Ibrahim alayhi salatu wassalam, që kjo Zoti jam. Që kjo është Zoti jam. Përse me Kur'an, ajeti i 76 në surën e 6, surja Al-An'am. Qala hadha rabbi. Tha që kjo Zoti jam. Ha? E që kjo ajet 3 herë ka thënë hadha rabbi, hadha rabbi, hadha rabbi, hadha akbar. Dhe për dilin ka thënë kjo është Zoti jam. 3 herë ka thënë. Çto 3 herë thanë me të Ibrahimit alayhi salatu wassalam janë objekt dhe i kanë qitë të lashe ulemave qysh me kuptu këtë muhabet. Se ky i cili ka ardhur me u thi idhujt, ka ardhur këtu në ajet se po thot hadha rabbi. Që Zoti jam. Ka ik, ka dal hana. Apo ti lexojmë ajetin pastaj do të shpjegoj. E ka pa yllin dhe ka thënë qala hadha rabbi. Ka thënë ky është Zoti im. Falamma afala, ka prit derisa ka ik ylli. Dhe pasaj kur është shu dhe ka përëndu ylli, çfarë ka thënë? Qala la uhibbul afilin. Ka thënë nuk i dua ato që përëndojnë. Ha? Nuk i dua ato që përëndojnë. Të ndërum xhamat, ta shpjegojmë një mesele. A e keni pa në shkollë, i keni mësuar të gjithë, po edhe përdorin shumë ende sot. Dhe fatkeqësisht ndonjëherë edhe disa prej atyre që ligjërojnë. Çish i thonë Zotit? Çish i thonë Zotit? Perëndia, apo? E kjo është e ma për këtënë. Sepse aty në vetë Zotat ju përëndojnë. Zoti ju, ato del përëndon. Andaj i thojnë përëndia. Që që kena na? Allahu subhanahu wa ta'ala. Qka i tha Ibrahimi? Unë atë qka përëndon se du. Së mundët me konë zotaj. Si të përëndoje, si të shuët, qka përëndim, mu shujt. Apo? Andaj tha unë e këta nuk e duhe. Po këta suju Allahu subhanahu wa ta'ala ne ka të reguhe se si e ka bo debatin. O shumë rëndësit të kuptojnë me përpikmëri. Tha, falemma ra'a al-qamar. Pastaj, kur e pa hanën. Ha? Kur e ka pa hanën. Ka artë e fësir, se si ka ndodhë kjo. Kur ju ka thonë, qysh kanë toleru ata, mi thonë Ibrahim a.s. Kjo është Zoti jem. Pastaj, me thonë, nuk e duket. Ata i kanë thonë, qëfar? Prit një matë madhe kena, cile është hana. Këtë hajta shona hanën. Falemma ra'a al-qamara, kur e ka pa hanën, qala hadha rabbi. Ka thonë, që kjo Zoti jem? Që kjo është Zoti jem? Falemma afal, kur ka përëndu, se përëndon hana, apo linde vogël, po të plot, zvoglohet, prap, apo. Dhe kjo nuk mundet me kanë si e Zotit të ndërum gjëmat. Sepse Zoti as nuk zmadhohet, as nuk zvoglohet. Çka thënë në kurinë namaz? Allahu akbar. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith që ka dhënë Imam Muslimi. Hadith qudsi. Allahu subhanahu wa taala thot: O bita Ademit, sikur i pari pi juve dhe i fundit pi juve, i pari pi gjinve dhe i fundit pi gjinve, mu bo bashk me një vend, me kanë si njeri më i mirë pi kitë muslimanve. Po bana e sap me paskon kitë si Muhamedi alayhi salatu wasallam, njerëz edhe e gjine. Çka thot Allahu subhanahu wa taala? Ma zada dhalika fi mulki shay'a. Kjo kur hiç më të madh s'mban. Kjo nuk mban më të madh. Edhe kit qafira mu boju, piti i pari deri te i fundit, kjo kur gjë nuk më zvogëlon. Apo Allahu subhanahu wa taala nuk zmadhohet e as nuk zvogëlohet. Hasha wa kella, se si shkon Zot. A Zotat e tyne është zvogëlohen, është zmadhohen. Pra hana e kanë pa Zot, e kanë adhuru. Sa herë ka dalë hana, hajde me i bë sejdë. Dhe ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam se edhe shejtani i bën sejdë kujna. I nxit mi bë sejdë njerëzve që të bëjnë sejdë diellit, që të bëjnë shirk. Andaj çka i tha Ibrahim alayhis salam babës vet, la ta'budi shejtan. Mos adhuro shejtanin. Këtë shejtani ju nxit me adhuru këto, me adhuru këto gjëra. Çka tha Ibrahim alayhis salatu wassalam kur e pa hanën? Qala hadha rabbi. Tha kana ky Zoti jam. Falamma afala qala, e kur përndoi ushu iki hana, se hik me dalën e ditës hik. Qala atar tha, nëse nuk u udhëzon në rrugën e drejtë Zoti jam,
le ekunenne min el qawmi dhallin, ata me të vërtetë edhe unë pas na me hub rrugën sikur populli jam. Pastaj çfarë ka bë? Pastaj falamma ra'a ash-shams. Ata e kanë prit, ka thon prit se e keni një Zot më të madh. Cili është Zot? Mos i zbindi ylli, zbindi hala. Çfarë kanë thënë? Ka thon prit na më të madh që e kanë dhe është dielli. Dhe në planetin më të madh, çka Allahu subhanahu wa taala e nxej me ta globin cili është dielli. Është dielli. Thot Allahu subhanahu wa taala, falamma ra'a ash-shams, kur e pa diellin, bazighatan, dul e qartë, e dukshëm, me rrezët e veta, me shkëlqimin e vet. Qala hadha rabbi. Tha, ky është Zoti jam. Ky është Zoti jam. Hadha akbar. Tha, çka kanë më i madhi, çka mu i kam mu pa, se s'ka më të madh. Domthon na nuk shohim planet më të madh që na del hapur si sa dielli. Thot Allahu xhela xhelalu, thot Ibrahim alayhis salatu wassalam, falamma afalat qala ya qaumi inni bari'un mimma tushrikun. Masi përëndoj dielli, a përëndon dielli? Përëndon. Apo, nëse na kur e bëjmë iftar? Kur përëndon dielli. Kur përëndon dielli. Dhe këtu kur jemi të përëndimit diellit, ka qenë një njeri ka ardhur te Ebu Hanife rahimahullahu teala dhe ka qenë të moj ders. Edhe janë konë një nushëm, agjerim, Allah në baft ka bull të gjithve. Edhe a i ka arë për larkë, nuk i ka njoft Ibrahim a.s. Ebu Hanife rahimahullah. Edhe a konë me mjekër të madhe. Edhe ka thonë, ki ka në dë një alimi madhe, pale për ku ka arë, edhe i kam lidhë kamët. Nuk është të rënguhe. Gjunaj se pale ku shak i të djetarë. I një po të na përshemë, të e shaj ati plepi madhe, thuki, mu hadithi dunjajës. E disa i Bukhari, muslimin, avo. Kur ta shqipë, përshemë, të vetë, thot, o gjo për këta, për sejnë të vogla. Edhe i mbledhi kamët, edhe në fund dersit, a i tha, hoqë kam një pytje. Tha pyt, se njëri ku të vete, e ka zënë çfarë e ka. Tha, o hoqë, na që e bojna iftarin ku të përëndojë dielli, me bo mës me përëndu, kur e prishna, tha, a banë veshtisht tri kam njerë, të lirona pa. Qysh mës me përëndu, ku të mës me përëndu dielli? S'mune, sepse Allah e ka bojnë liqë me përëndu dielli. Qka tha Ibrahim a.s. A përëndoja, u largu po? Tha, o populli jam, unë jam i distancum nga ketë kjo qka ju adhuroni, qka ju i bani shirkë Allahu subhanahu wa ta'ala. Unë e tha ftyrën teme, trupin tem, shpirtin tem, ja jap veç ati i cili e ka qilën dhe tokën, nuk i baj shirkë as një sen. Hanifen, komplet jam kundër juve, komplet jam kundër të nësoj qka ju e besoni, dhe une nuk jam prej paganëve. Tani të ndërum gjëmat, këtu do të kuptojmë një mesele shumë e rëndësi. Për çfarë arsye? Sepse Ibrahimi alayhi salatu wassalam në këtë kontekst lën më kuptu kur i ka thonë hadha rabbi, ky është Zoti jam, sikur e ka pohuçi a o ky Zoti jam, a i lejohet muslimanit mi thonë për shembull paganit që ky është Zoti jam. Dhe ulemat e muslimanëve kanë diskutuar këtë meselë shumë të ndërum xhamat. Unë do të citoj fjalët e ulemave që ta pastrojnë akademikisht dhe shkencëtarisht këtë meselë në aspektin e ilmit. Pastaj do të shohim dobit me lenin Allahu te bareke ve teala edukative dhe ato mësime të cilat zakonisht ne i kemi për qëllim që t'i nxjerrim nga debati Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Tani të ndërum xhamat kemi për të cituar disa prej fjalëve të ulemave e na duhet pak një koncentrim pak më i shtuar shkurtimisht. Do më dhanë shkurtimisht, qka ka dash me thanë Ibrahim a.s. me këtë mesele? Qka ka dash me thanë? Ibrahim a.s. shkurtimisht ka ironizu. Qka është ironizim të nërum? I thënë sukhrije. Që ki Zoti ema? Hajt, ta shomi. A e keni që na Zot po? Hajde, që ki ka na Zoti ema? Ka zbrit në supozim me ta që ti thoje, a e more vesh edhe ti se Zoti s'mundet më kanë që përëndon. Por shembull të ndërum xhamat. Ta kuptojna, ka shumë shembull. Apo ti për shembull ta zojna një gruje, një çik, vajzë e re, apo e pashme, e bukur, e gjatë, apo edhe ja gjen një burr me mësit. Edhe burri çish do të më ja gjet? Jo të sa është ajo një 90, ti do të më japun dikon një 90, do të 2 metra, pak më i gjatë. Edhe bana e sa për shembull ai mësiti ka qelluar, nuk di, apo ka dashur me manipuluar. Edhe çfarë ka bë? Ja ka gjetë një burr për shembull 10. Nga ajo 90, edhe i shumtum komplet, edhe çalon, një kam i ban jas i ban. A kjo mashallah te barakallah. Çka ndodh? Edhe tash do të më pa. E fejumja me të fejumin.
Ajo normal se ato ja kanë lavdru ki mashallah te barak. Që ishin rrenë njerëzit zakonisht apo? Edhe vjen puna me e pa. Edhe tash për shembull, aso i thënë tash ka me të ardhi fejumi. Edhe tash për shembull ajo i drejtohet kështu. Çikia i fejumi ama? Është tong, një dhël ka golla, u shame bë me këta. Unë domon unë a nana këti mu po. Nuk ka mundësi unë duhet me pas apo ka thonë Imam Shafiu bashkon e çiftin me çiftin. E tash kur ka thonë kjo ai fejumi ama çikjo. Kjo nuk ka të pranu, kjo të utall. Apo, edhe shembull ka ndryshëm për shembull. Edhe tash për shembull ka plot për njerëzve ti i lavdron. Edhe njëri për shembull zmadhon krije. Po të pale kush kana kjo valla? Sikur që i Banifja. Ai ka po me mekër të madhe me petka të bardha, a ka një imam Ebu Hanife rahimullah në Kufe, a ka një imam i madh, ama në përpara s'ka pas Facebook ti mi pa xhallar me syret. Ai ka thonë ku më ditë kush kana këtë dietar i madh. Kur e ka pa ai s'ka ditë me fol. E ka apërëndon diellë, ka thonë vesh plirona pak valla ti. Ai di çe të fol apo ta. Por këtë arsye të ndërruan xhamat, ç'kjo është ironia. Sigur i thotë ja, por çka takvalien tani tash më ke përshkruajta. Ai ke pas përshkruajmë çka takvalien. Tamam, e njoh këtë takvalien. E ti kur i thu e njoh unë këtë takvalien, çka e ke për qëllim ironien. Allahu xhelle xhelal në surën Dukhan na tregon kur të fut Ebu Jehli në zjarr, Ebu Jehli ti kanë thënë El Azizul Kerim. Ebu Jehli ka pas nam të populli vet. Çish ka thonë me nam? I kanë thonë kjo i forti edhe jep pare, dorën e lirë ko. E Allahu xhelal ku ta futën xhenem, Zoti na ruaj pi xhenemit. Ka thonë në Kur'an surën Dukhan, lexoje të shtëpia. Dhuk innaka antal azizul kerim. I thot Allahu xhelal xhelalu në xhenem. Shijoje o Ebu Jehel. Shijoje se ti je i forti edhe bujari. Këtu nëse lexon ti je i forti dhe bujari. A ty ja pohu, a ty ja mohu? A ty ja mohu? Ti që të kanë thani forti, ti këshi kumrine. Ti që i kanë bujari, këshi kumrine. Shijoje, pro kjo është, i dhojnë te hekum. Kjo është talje me ta. Kjo është talje me ta. Andaj, që këtë kontekst ta kuptoni çka ka bëu Ibrahimi alayhis salatu selam. Por për të qenë transparent, do t'i përmendim fjalët e ulemave të muslimanëve që të ndahemi me këtë meselë, që kur ta vazhdojmë çka ka ndodhur me Ibrahimin alayhis salatu selam, ta keni të qartë këtë që Ibrahimi alayhis salatu selam nuk ka pas asnjë lloj dyshimi. Thot Ibn Jauzi rahimahullahu taala në librin e tij Zadul Masir, thot fjala Allahu xhela xhela në Kur'an e Ibrahimit alayhis salatu selam, hadha rabbi traha. Ka thënë dietarët e muslimanëve janë ndarë në 3 mendime. 3 komente i kanë bërë për këta. Ahaduha, e para për tëre, se kjo kuptohet bukfalisht. Kjo kuptohet bukfalisht. Dhe këtë për këta është transmetuar një transmetim nga Ibn Abbas radhiyallahu an, dhe këta e ka ndihmuar edhe imam i madh, Imam Ibn Jarir at-Tabari rahimahullahu ta'ala, i cili ka thënë fa'abadahu hatta ghaba wa abada al-qamar hatta ghaba wa abada ash-shams hatta ghabat wa ihtajja arbabu hadha al-qawl bi qawli ta'ala la in lam yahdini rabbi. Mendimi i parë që është ndëruar xhamal nga Ibn Abbas radhiyallahu an dhe Imam Ibn Jarir thotë kjo është e vërteta, megjithëse kjo nuk është e vërteta për shkak të fjalëve të tjera të ulemave. Çfarë ka thënë? Ka thënë Ibn Abbas se Ibrahim alayhis salatu selam e ka adhuruar yllin, hanën, diellin kur ka qenë fëmijë. Edhe nuk i është marrë për hesab, por nuk i është llogarit, sepse kalemi nuk shkruan për fëmijën. Andaj çish i vogël ka thënë, a çeta adhuroni po, ta provoj. E ka adhuruar. Dhe janë argumentu me fjallën Allahu subhanahu wa ta'ala, nëse nuk më udhëzon Zoti jam, do të humbi. Por kjo ka pas një lloj hutije. Kjo është mendimi i parë që e kanë thënë disa prej ulemave të muslimanëve. Thot Imam Ibn Jariri, wa hadha al-qawl, ka thënë dhe kjo fjalë la yurtada. Ka thënë kjo nuk pranohet. Pra nuk mendojmë, nuk besojmë se Ibrahimi alayhi salatu selam ka dyshuar në Zotin e vet subhanahu wa taala, për shkak se Allahu subhanahu wa taala çfarë ka thënë? Ka thënë ne ja kemi dhënë udhëzimin çish i vogël, atajna rushdehu. Fjala e dytë, thot Imam Ibn Jauzi rahimahullahu taala, thot fjala e dytë cila është se këta e ka thënë për shkallëzim në argument. Që çfarë? Që t'ju tregoje atyre me argument qartë se kjo nuk është Zot. Qysh? Kur ka dal hana, ose ylli, ose dielli, tu kanë hana aty, tu kanë dielli aty, mi u pastan Ibrahimi, kjo nuk adhurohet, apo i kish dal problem. Që ka bo? Për shkak se sa adhurohet, argument që sa adhurohet është përëndimi i sajna.
shurja e saj, fikja e saj. Çka ka thënë? Ka thënë hajt që po ju priti deri të perëndoje. E deri të perëndoje po tham si ju, kjo Zoti jam. Pra, po tham si ju sa të mngoni të vjen vakti i perëndimit. Ha? Apo, për shembull të ndërrum xhamat. Njeriu për shembull, e ka një smut. E ka një smut. Edhe du të me qute doktori. Apo, për me qute doktori, për shembull kis pranon. E këti duhet mi abo qarën të qysh për shembull me manipulue, me manovruhe, sikur fëmijën e ki vaj manovron që një bombon, një sheqer, kështu më radhe, traki një këcijën. Pse, dërë të vene doktori me injekci duhet me abo terrenin. Ibrahim e sëlam të kishton me njerë, dili sa dhurohet. A dhe në qyshme sa dhurohet gjithë këtë dili madhë. A i të po gjithë këtë dili, po, a ka pat ma zë dili. Ibrahim e sëlam ka thonë, hadha rabbi, hajtë po priti dhe në aksham. Do shme prit pin sabat dhe në aksham. Pse, kësa i thënë istidraj, kadal, deri të vene moment, edhe më foni thonë, a përëndoj, po, që kjo është, nuk është. Argument, kanë thënë argument është se Allahu subhanahu wa taala në Kur'an për shembull i thot ditën e Kiametit paganëve ayna shurakai. Ku janë ortakët e mi? A ka Allahu ortak? Jo. Po ku janë ortak që ka ju mi keni ngjit mua? Ku janë ortakët e mi? Kur t'ju thot Allahu ditën e Kiametit njerëzve, ku janë ortakët e mi? Ai s'ka ortak. Pa ja t'u thon, ju a keni pretenduar ortak? Po hajde gjejmë ortakin. Kur e shkon Allahu gjatë ditën e Kiametit qiellin dhe tokën, edhe thot, kush janë këtu, ai që ngohet, kush janë pushtetari? Kush ka më përgjigj? Kush më përgjigj? Për këtë arsye, kjo është mënyrë çfarë? Kjo është mënyrë ironike. Gjithashtu, për këtë mesele kanë në këtë formë kanë trajtuar disa prej ulemave të muslimanëve. Dhe e treta, mendimi i tretë, thot Imam Ibn Jauzi, enhu qala mustafhiman taqdiruhu hadha rabbi. E treta që ka thënë duke pyet. E ka hek elifin, e ka hek a ky është Zoti im. Çfarë ka thënë? Zoti im, pra, zani toni, rrethana, theni ku e ka thënë, është nën kuptu, sikur që tham. Ajo çika 2 metra i thot këtij një e një çerak. Kënga i fejum jema. Jo, bëse sa. Ama njëri thot, çush e ka thënë? Po dush me ditë zanin, venin për stashmëri. Pra Ibrahim s'ka thënë, çiki Zoti jema? Hajt pritnë. Hajt na tash me Zot. Pra e ka thënë mënyrë polemizuese, e ka thënë mënyrë kërkuese të supozimit të popullit të tina. Andaj sikur që thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, afa imitta fa humul khalidun. Allahu ja thot në Kur'an, nëse ti o Muhammed vdes, ata përgjithmonë do mbesin? Nëse ti e hek zanin, e lexon kështu, e lexon ti ajetin. E nëse ti vdes, ata mbesin përgjithmonë. Ama nuk është ajeti kështu. Çka thot ajeti? O Muhammed alayhi salatu wassalam, nëse ti vdes, a përgjithmonë kanë me këto? Se Ebu Gjeli ka thonë, prit për në të vdese edhe liromi piktina. Allah ka thonë, e nëse ti o Muhammed vdes, këto kanë me përgjithmona. Jo, nuk metes askush përgjithmona. Andaj, thot Imam Ibn Jauzi rahimahullahu ta'ala, fjala e tina, hadha rabbi, sikur që ka thonë, zëgjaji kanu ashabe nujum, kale hadha rabbi, e hadha alledhi ju debbiruni, fahtegja alejhim, ene hadha alledhi të zëmune, ene mudebbir, la në rafi illa mudebbir. Ka thonë, Zëgjaji dhe disa prej ulemat e tjerë kanë thonë, i ka thonë në bazë të supozimit të tëre, ka thonë, apo thoni që kjo udhëheq dunjajën po? E kur hupi ku shkoj? Dhe bon, ylli pe udhëheq ka qilën. Mirë, ik ylli, sa ik ylli, del, ik. Ka thonë, shtash nuk ka. Kush në arru neve? E është argumentu me fjallën e tëre. Kjo është tre fjallët që i ka përmen Ibn Jauzi. Thot Imam Ibn Kathiri rahimahullahu ta'ala, thot mufesirat, komentatorët e Koranit kanë diskutuar për Ibrahimin alayhi salatu wassalam, kur i ka thanë 3 herë yllit, hanës, diellit, hadha rabbi, hel huwa maqamun nadharin au munadharatin. A kanë thënë dietar, a u kanë të këshirë për një me për veti cili janë Zot, a u kanë të polemizue? Thot, dhe kanë transmituar në këtë mesele disa prej mendimeve. Mendimi që është transmituar nga Ibn Abbasi, ka thënë, ma yaqtadi ennehu maqamu nadhar. Kuptohet nga fjala Ibn Abbasit radhiyallahu anhu, thot Imam Kathiri, se o kanë të lip Zotin. E ka lip yllin i vogël, ka ik hana
iki dielli, ka ik, edhe në fund ka thonë, masi çiki më i madhi nuk ka Zot, ka thonë Allahu më uzoft në rrugën e drejtë. Zoti më uzoft në rrugën e drejtë, cila do qoftë ajo. Kështu ka thënë Ibn Abbas, dhe këtë e ka zgjedh Imam Ibn Jairiri rahimahullahu teala. Gjithashtu thot Imam Ibn Kathiri rahimahullahu teala, pasi që nuk pajtohet me këtë mendim, çfarë thot Imam Ibn Kathiri? Imam Ibn Kathiri, sa për informacion, është hoxha i madh i mufesirave, i cili ka mësue mësim të hoxha i madh Sheikhul Islam Taqiyuddin Ibn Taymiyah rahimahullahu teala. Thot wal haqqu anna Ibrahim alayhi salatu wassalam kana fi hadha al maqam munadhiran li qaumi. Ibrahim alayhi salatu wassalam kur ka thonë që kjo Zoti jam, kjo Zoti jam, kjo Zoti jam, u kanë të polemizu, jo të lyp. U kanë të polemizu, të diskutua. Apo, sikur kur i thuti dikujt, çështu të thona, po ajta shohën ç'ish del. Ajt të vemona me thonën edhe këtyre në fund ç'ka më dal rezultati. Thot Imam Ibn Kathiri, duke ju treguar popullit të vet kotësinë dhe pavlefshmërinë e idhujve të cilët ata i adhuronin, andaj u abërit të qartë, duke filluar nga baba i vet, se putat e tokës nuk adhurohen, pastaj kaloj në atë se çfarë adhurojnë ata prej shpirtrave, sikur me laçet, se kanë thënë ai adhurojna me laçet e Zotit te bareke ve teala, pastaj ka kaluar në yjet, të cilat janë planetet më të vogla që shihen, pastaj ka kaluar tek Hana, e cila është mesatarisht mes yjeve dhe diellit, pastaj ka kaluar tek më e madhja prej tyre, dhe ajo është dielli, e pastaj ju ka kallëzuar se krejt këto çka ju adhuroni nuk meritojnë adhurimin, ajo çka meriton adhurim është ai çka meriton adhurim është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Andaj thot Imam Ibn Kathiri rahimahullahu taala, pasi i lexon disa prej ajeteve në surën A'raf, ajeti 54, surën Anbiya 51, 52, surën Nahl ajeti 120, 123, 161, çfarë thot në surën An'am? Thot nga pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thënë hadith ka thënë Imam Muslimi, ka thënë alayhi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu ala al-fitra, çdo foshnjë lind në fe të pastër, në natyrë të pastër. Ka thënë, nëse thot Imam Ibn Kathiri, nëse çdo foshnjë lind i pastër, Ibrahimi, domthonë nëse çdo foshnjë lind i pastër, pastaj baba dhe nana e prishin, e bojnë jehudi, e bojnë krishterë, e bojnë mejus, e bojnë idhujtar. Ka thënë nëse Ibrahimi alayhi salatu wassalam, i zgjedhur i Zotit, është barabar me fëmijët e tjerë në pastërti, si ka mundësi Ibrahimi alayhi salatu wassalam me pas devijue, ndërkohë që njerëzit lindin në natyrshmëri të pastër. Andaj thot Ibrahim, Imam Ibn Kathir rahimahullahu taala, thot Ibrahimi alayhi salatu wassalam ka qenë duke polemizuar me popullin e tij, sikur që lejohet në polemik njeriu mi thon kundërshtarit të vet, po hajpe pe supozojna çish po thuti. Lejohet ndërmjet xhamat polemik mi thon njeriu çish po thuti, 2 dhe 2 bojnë 5. Hajde bëma kalimin 2 dhe 2 5. Ti e merr si operacion, e merr si përfundim të gatshëm për mi kallxu pastaj me detale, se nuk del matematika çashtu. Nuk del hesapi çashtu. Po ti jo që e pranon me thon, çish me pranon, s'jam të pranu. Po prit ti kallxon se gabim e ka. Apo konkretisht i kallxoj që gabim e ka. Mu për këtë arsye pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë në hadith, çfarë ka thënë? Nahnu ahaqqu bish-shakk. Na jena ma meritor me dyshu. Pra, Ibrahimi s'ka dyshu, se du të na vjen neve edhe një mesele tjetër në Kur'an, në surën Baqara. Ibrahim alayhi salatu wassalam thot Allahu xhela xhelalu, wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kayfa tuhil mauta. I thot Ibrahim alayhi salam, o Allah, kallzom çish i ngjall vdekmit. Allahu xhela i thot në Kur'an, awalam tu'min? Ti as besona? Qala bala. Thot po, Zot, unë besoj, walakin liyatma'inna qalbi, ama po du më qetësu zemra. Andaj ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, na jena ma meritor me dishu, e kur nas dyshojna, o Ibrahim alayhis salam alama hiç nuk ka dyshuar. Thot Imam al-Baghawi, Ebu Muhammed al-Husain ibn Mas'ud al-Baghawi, cili ka ndruar në vitin 510 të Hijrit, për të cilin dietar thot Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala, nuk ka dikush i cili e njeh më saktë tefsirin e Kur'anit sikur Imam al-Baghawi. Çfarë thot? Thot fjala Allahu xhelal Kur'an, hadha rabbi. Kjo të ndërum xhamat me shumë detale, por tash s'kena kohë, apo me shumë detale, ka shumë detale, s'është mesela e rëndë. Ama mirë po mënona sa më shkruan me vao. Thot Imam Ibn Jariri, thot dietarët kanë diskutuar pse ka thënë Ibrahimi hadha rabbi. Sa ai nuk i adhuron ato.
Andaj ka thënë, disa prej tyre kanë thënë se ka qenë Ibrahimi alayhis salam duke e kërkuar tauhidin, por fillimisht nuk e ka pas, ka qenë duke kërku derisa Allahu ja ka dhënë. Duke thënë, ky është Zoti jam, ky është Zoti jam, ky është Zoti jam, dhe ka pasë këto nuk janë zotat dhe në fund ka mbritë Allahu subhanahu wa taala, ka thënë, dhe si janë arsyetu këto dietar, se ai di ç'i bie kjo të ndërrum xhamat. I bie se o kon mushrik. I bie që o kon mushrik. Mirë po dietar çfarë kanë thënë Imam Ibn Jariri, thotë mirë po kana dhalika fi hali tufuliyatihi qabla qiyam al-hujjati alayhi falam yakun kufran. Këto dietar që kanë thënë kështu, kanë thënë po i bie ashtu, po si bie te Ibrahimi, se o kon fëmijë. E derisa u kon fëmijë, nuk i shkruan lapsi. Andaj fëmia për shembull, a ju ndodhi juve për shembull ju vet fëmia për Zotin gjithçka. Thot ku Allahi, bab, ku Allahi nanës vetë thot. Thira Allahin thot. Ama nuk i zinjet atij, ti zinjet. Apo, për shembull thot ai kon ti te Allahi, shko ti te Allahi, thuj kështu. A kjo fëmijës nuk i zinjet, ajo fëmia i lip. Andaj ka thënë kur ka kon fëmijë ka fol kështu, mirë po, o kon të lip Allahu subhanahu wa taala. Mirë po kjo nuk qëndron të ndëruar xhamat. Gjithta prej dietarëve thot Imam Ibn Bagawi, thot mirë po shumë prej dietarëve e kanë mohuar këta. Argument kanë thënë kështu. Nuk lejohet që Allahu ta ketë një pejgamber. Bile këtu bëhet fjalë për pejgamberin më të madh mas Muhamedit alayhis salam, Ibrahimit alayhis salam. Nuk lejohet që Zoti me ja leju një vakt prej vakteve të jetës së tina, duke mos qenë ai njësues i Zotit, muwahhid edhe me kon musliman. Pse thot Imam Ibn Jariri? Nga se kjo vjen ndesh me mbrojtjen që Allahu a jep pejgamberëve të vet. Idh jaa rabbahu biqalbin salim, se ai ka ardhur Allahu subhanahu wa taala me zemër të pastër. Thot Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, para se me kallëzu që e ka pa yllin, hanën edhe diellin, çka thot? Çka tham na? Ja ka qel universin, e ka qel melekutin, e ka qel kodët dhe shifra dhe se si funksionon sekreti dhe fshehtësia e universit Allahu subhanahu wa taala. Andaj kur I ka thënë hadha rabbi, çka e ka pas për qëllim? Çka e ka pas për qëllim? Thot Imam Bagawiu 4 kuptime. E para prej tyre, ka dash me shkue gradualisht. Yastadrij wa yu'arrifuhum khata'ahum wa jahlahum fi ta'dhimi ma'azzamu. Wa kanu yu'azzimun an-nujum wa ya'budunaha wa yarawna anna al-umura kullaha ilayha. Populli Ibrahimit është mja pasha yllin, hanën edhe diellin, është si mja shoh muslimanit Allahin. Gjithë çka ka në univers ka thonë, o ylli e ka ndor, o hana, o dielli. Andaj ka shumë zor për Ibrahimin me shku drejt për drejt. Çfarë ka bë? Ja u ka kallzu ignorancën kadal. Apo, andaj ka shkue kadal, duke I udhzu kapak, derisa ju ka kallzu se këto s'meritojnë adhurim. Andaj a dash me prit që të vene dërte akshami edhe shurja e tëre që t'ju thoje se e keni gabim. Kjo është te uili I pa, interpretimi I pa. Interpretimi I dy cili ka thënë ala wajhil istifham taqdiru hadha, sikur që tha Ibn Jauzi. Ka thënë ditën ka bë pyetje. A keni çfarë zot po? A dhe zoti jam atë kjo? Në mënyrë ironike, sikur që thot Allahu subhanahu wa taala, afa imitta fahumul khalidun. Nëse ti vdes, ata do të mbesin përgjithmonë. Tjetra te uili 3, kuptimi 3, cili ka thënë أنه على وجه الاحتجاج عليهم يقول هذا ربي بزعمكم. Çishu ka thonë, çta kuptoni? Ata I kanë thonë haste zoti jon. Ka thonë hajta shoh. Kur ka shkuar, ka thonë çe zoti jon, dul. Hajde ta adhurojna. Ka thonë hadha rabbi. Ka thonë a çe si zoti ju më keni gjeta. Ihtijajan alehim. Ka thonë çe si zoti ja, hajta shohna. Pra ihtijaj, s'ka bë pyetje. Ka thonë Zot, për çka Zoti nuk të mthira. Pra, ju ka bërë. Mirë po, sekreti kohë të ndërum xhamat. Pse ka leju Ibrahimi mu kuptue? Sikur përpajtohet shtunën inshallah me izin Allahu te barek. Se këtë meselë janë çati. Pse ka thënë Ibrahimi hadha rabbi? E ka një sekret. Se ka mund të thon, po se kam me Zot këtë? Ama s'kish mund me vazhdu bisedë, do të shohim me lein Allahut te bareke ve teala. Dhe e katërta të ndëruar xhamat, thot Imam al-Baghawi, al-wajhu ar-rabi' fihi idmarun taqdiruhu yaquluna hadha rabbi. Ka thënë e katërta e ka përdor mungesën e një fjalie. Në gjuhën arabe lejohet kjo. Çish ka thënë?
po thojnë që kjo janë Zoti jam. Ama kës ka thonë. Çish ka thonë? Ka thonë hadha rabbi, anë vetje ka pas, po thojnë që kjo janë Zoti jam. Sikur ti për shembull thirr dikush as këshire Zotin. Edhe të vjen një tjetër i thua, i thua Zoti jam. A kia kupton që ti thon? Çish ka po thojnë? Kto po thojnë që kjo janë Zoti jam. E kalon me kuptu, pa thonë këta po thojnë, pse ta prit akshamin. Ju ka dosh vakti Ibrahimit. E të e prit vaktin që të perëndoj. Ati ju ka dosh perëndimi, të mërinjet e perëndimi. Kur të perëndoje, ama ai perëndimi duhet 12 saat, i duhet 10 saat, i duhet 15 saat. E të e prit, sidomos në Irak, se Irak çishta, ma shumë ka diell se natë, se nxehti i madh. Dielli është i gjatë, dita është e gjatë. Në vendet arabe dielli është më i gjatë. Kjo janë katër kuptimet e ta'wilit, e interpretimit të fjalës Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Dietarët të ndëruar xhamat kanë folur edhe shumë për këtë meselë, mirë po koha na ka mbaruar. Andaj po e përfundojna me kaq për ta vazhduar pasaj me izin Allahu te bareke ve teala. Elusim Zotin e Madh xhelal xhelal që Allahu na mundson që ta mësojna mirë faktin dhe provën për Allahun subhanahu ve teala. Ta mësojmë ngjarjen e Ibrahimit alayhi salatu wassalam duke ndjek në milletin e tij, në tauhidin e tij, në islamin e tij, ata që ka ardhur Ibrahim alayhi salatu wassalam për fakteve për Allahun subhanahu ve teala. Elusim Zotin e Madh që Allahu të mban qabul xharimet tona. Allahu të mban qabul teravitet tona, të mban qabul namazet tona, leximet tona, na fal Allahu xhaxhunat tona. Ku ja kemi çollu ka qenë për Allahut, ku kemi gabu ka qenë prej me dhe prej shejtanit. Elusim Allahun që Allahu të na falë. Qulu qawli hadha astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.